Muaji gusht është një muaj më i ngjeshur i këtij muaji, do të kemi 2 retrograde tashmë. Faktikisht fillon që sot, pra në datën 29 korrik, duke qenë se kemi janë të plotë tek shenja ujorit dhe jep komplet edhe mënyrën se si do të zhvillohet muaji gusht. Do të kemi 2 eklipse që janë shumë të rëndësishme, njëra është tek shenja Luane, prandaj edhe kemi komplet riperceptimin e identitetit ton, duke qenë se Luane reprezenton dhe egon. Nga ana tjetër do ta përfundoj me një hënë të plotë tek shenja e kur këndjes, po hënë e plotë është, po është eklips hënor në këtë rast, tek shenja e peshqive. Kjo është eklipsi i fundit i këtij viti dhe do të perceptoj komplet lidhjen, ose do të na tregoj lidhjen tonë midis me hynoren. Prandaj edhe kemi një ndryshim vërtet shumë të madh në mënyrën se si ne përjetojmë si besimin, po ashtu edhe njëri tjetrin. Kjo është një muaj gjatë të cilit do të ndryshojmë shumë edhe mënyrën se si ne trajtojmë veten tonë, shoqërinë, dhe nga ana tjetër do të ndryshojë shumë edhe mënyrën se si ne trajtojmë materien. Prandaj edhe mund të them që është një ndër muaj që do të ndikojë më shumë më tepër të gjithë.